Shkruan Sokol Pepushaj, në fshatin ton dy botët e perëndimit dhe lindjes, edhe pse janë polet kundërta historikisht, kanë ndërtuar tërheqje të fuqishme në fizikën e spektaklit sipëror. Supermani Edi Rama Angelës në të gjitha prodhimet ngjan si kopjac i keq i moralit shpëtimtar. Nëse diktatori i mirë Donald Trump armiq që nuk i bindeni shkatron me urdhra ekzekutiv, hajduti i mirë Edi Rama viktimat që nuk e shtrin vet kurrizi nuk i mëshiron, por i bën qesherak me propagandë tallava që shkëlqejnë në gishtat mafjes si gur të rrem në ndriçim refleksesh. Kopje e keqe e një nxënësi të keq. Kapslloku emocional për flokët e verdha si Kalli Misri apo tornadoja në përshkret të tirën Tullace, ku vera $33.000 shegëlltitet me orekse dhe në funeralet, krijon klim për të zier pasionet e moçaleve të kënetës, edhe shkrira kullnajat e maleve të korrupsionit, këtej ku marshon egocentrizmi nuk gjen të dobët me mendim ndryshe, amplifikimi në çdo fjet dyshimi si produkt kulturor i kësaj epoke, edhe nëse nuk jetohet lezetshëm, ndihet në lëvozhgën që mbështjell iluzionet e lavdishme lozonjare. Motori i vjetër rusi Edi Ramës, edhe pse ndizet me manivel të Sali Berishës, zhurmën e kat forte gulçon në rrugë paralele i forti e mund gjithmonë të dobtin, po sa koktej realiteti stoliset me opium, se shoqëria vazhdon të jetë uritur për lider jo normal. Babloku ka përdiset se është një Trump i vogël. Babloku i krekoset edhe spakut se nuk u trembet gabimeve, por shkel mbi protokollet dhe vendimet qeveritare me aq karizëm, sa edhe Donald Trump mbi barin e kopshtit të shtëpisë së bardhë për të thënë se edhe në fshatin e vogël paqja mund të lind nga forca.